A ban mi kallzu dikuj për çka bëj dua, për çka po i lutem Zotit. Allahu të rujt. Gjëja e parë që të këshilloj është emrin e Allahut subhanahu wa taala, mos harro gjithmonë me shkrume të mëdha, sepse është emri më i madh, është emri i Zotit të lartësuar. Andaj respekt meriton me shkrume të mëdha. Mirë, kthehemi në temë. Parimisht besimtari më shef duat e tia. Parimisht më shef. Pa lejohet në herë me i tregu. Po në lejohet. Por gjithmonë më mundu me mbizotru të ti sinceriteti. Momentin që e ki për Zotë Zotit, mundu është me më shef sa ma shumë, me qeni kujdesshëm e kështu më radhë, kjo është ma e mira. A lejohet me tregu? Po, lejohet. Lejohet nëse është një dobi, mas asaj që e tregon ti, më shefët një dobi, atër s'ka problem, inshallahu ta'ala. Por mos më u bo, mi hub seriozitetit duas, duke tregu gjithmonë, unë lutem kështu, unë lutem këtë, unë lutem për ty, unë lutem për ty non-stop. Me më shef duat, parimisht. Besimtar fisnik është ai që sa ma shumë i më shef duat, edhe mundohet që me ilon për ditë kiametit me u tregu për Allahu xhaleshanuhu ato dua.